Matematika. Qyteti qenë ka shumë i zhurmshëm sot. E ne do t'i mësojmë bashkë mjetet e udhëtimit. Sa qetë qenë ka në plazh. Sa të mira janë palmat. Këtu qenë ka edhe një sirenë e bukur. Hey! Por, apo shihni diçka që po lëviz në ujë? Hey! Është një anije. Anija është mjeti i veçantë që noton në ujë. Është si shtëpi e madhe në det. Njerëzit hyn në të për të udhëtuar në liçen, në det apo në oqean. Disa anije kanë vela, ndërsa disa të tjera kanë motor për të udhëtuar më shpejt. E kemi gjetur pjesën e parë të tabelës. Çka tjetër mund të gjejmë në det? A mendoni se ka diçka nën ujë? Ta provojmë. Wow, e kemi gjetur nëndetësen. Nëndetësja është anija e veçantë që mund të udhëtojë nën ujë, sikur peshk i madh. Njerëzit udhëtojnë me nëndetëse për të shikuar çfarë ka brenda oqeanit, për të parë peshqet, madje edhe delfinët apo kafshët e tjera të detit. Po e vendosim në tabelë. Tani të kthehemi në qytet. Këtu është shkolla. Ja ku po vjen autobusi me nxënës. Autobusi është mjet udhëtimi i madh dhe i gjatë. Ai ndalet në vende të ndryshme për të zbritur udhëtarët ose për të marrë të tjerë. Me autobus udhëtojmë në vende të ndryshme, mund të shkojmë në ndonjë qytet tjetër ose mund të shkojmë në shkollë. Këtu është autobusi i tabelës tonë. Nga njëherë, nuk shkojmë në shkollë me autobus, por na dërgon mami apo babi me veturë. Vetura është diçka e madhe që ecë në 4 rrota. Me veturë shkojmë në shkollë, në punë apo edhe në park. Veturat kanë ulse, kanë timon, kanë drita dhe kanë bori që bën pip pip. Le ta vendosim edhe veturën në tabelë. Por, nëse udhtojmë të gjithë me vetura, atëherë do të bllokohen të gjitha rrugët. Prandaj, kur kemi mundësi, udhtojmë me mjete më të mëdha sikur autobusi, që të mos shkaktojmë vonesa. A e dini me çka tjetër mund të udhëtojmë dhe të argëtohemi shumë? Me biçikletë, mund të shëtisim në natyrë, mund të ndalemi te ferma këtu dhe të shikojmë kafshët, delet, ulat, ciapi, lupa, deri, patat në ujë dhe kali. Biçikleta është mjet udhëtimi me 2 rrota. Kur ja lëvizim pedalet, biçikleta lëviz. Nëse i arrotullojmë më shpejt, edhe biçikleta lëviz më shpejt. Disa biçikleta kanë një shpurt përpara, e disa të tjera kanë zile që bën ding ding. Biçikleta e pas ka vendin këtu. A e dini si quhet kjo rrugë? Kjo është hekurudha. Hekurudha është rruga ku lëviz treni. Ja, po vjen treni. Treni është mjet udhëtimi i cili është shumë i gjatë. Ka shumë pjesë të lidhura të cilat quhen vagon. Ai lëviz shumë shpejt dhe bën çu çu. Me tren udhëtojmë për në vende që janë shumë larg. Ky është treni i tabelës tonë. Le ta nxjerrim veturën nga parkingu. Çka është kjo zhurmë? Është një helikopter duke fluturuar në qiell. Këtu ka atterruar helikopteri.
Helikopteri është mjet fluturues me helika të mëdha që rrotullohen sipër. Ai mund të shkojë lart e poshtë, madje mundet edhe të qëndrojë në një vend. Po e marrim për ta vendosur në tabelë. A e dini cili mjet tjetër fluturon në qiell? Aeroplane. Aeroplane është makinë e madhe e shpejtë që fluturon në qiell si zog. Ai ka krahë që i ndihmojnë të shkojë lart. Brenda, njerëzit ulen në ulse dhe mund të shikojnë në dritare për të parë rreth në qiell. Vendi ku aterojnë aeroplanet quhet aeroport. Aeroplani e pas ka vendin këtu. Apo diçka që fluturoi shumë shpejt? Ishte raketa. Raketa është makinë super e shpejtë që shkon shumë lart mbi re. Raketat dërgojnë astronaut në han. Kur niset raketa duket si fishek zjarr në qiell. E ta vendosim raketën këtu lart. Po ky, a e dini çka është? Askush nuk e di. Ky quhet UFO. UFO-t janë objekte të panjohura që fluturojnë në qiell. Janë të rrumbullakta dhe nganjëherë ndriçojnë me drita ngjyra. Po e vendosim në tabelë. UFO e ka plotësuar tabelën tonë. Tani po i përsërisim bashk. Këtu lart janë mjetet që fluturojnë në qiell. Aeroplani, raketa, UFO dhe helikopteri. Në mes i kemi mjetet që udhëtojnë në rrugë. Vetura, bicikleta dhe autobusi. Treni udhëton në hekurudhë, ndërsa këto dyja janë mjetet e udhëtimit në ujë. Anija dhe nëndetësja. Ju lumt, i kemi mësuar të gjitha mjetet e udhëtimit në tabelë. Mirupafshim!